dashur dëgjues dhe teleshikues të televizionit Malisheva 2001, koha për emisionin Takimin në studio dhe me musafirin tonë të radhës. Me që jemi në vigjilje të 27 vjetorit të mbylljes së emisionit të Radios Kosova e Lirë, kemi vu detyrë vetes që të kontaktojmë njerëzit të cilët kanë marrë një pjesë të barrës, të përgjegjësisë, sakrificës, të rrezikut, që qytetarëve edhe në rrethana lufte t'ju sigurojnë përveç buk e ujë e armatim edhe informacion. Pra musafiri radhës është një nga ata njerëz të cilët kanë pas angazhime konkrete në radion Kosova e Lirë. Me mua sot këtu është Gazmed Elshani. Gaz, mirë se ke ardhur. Mirë se gjej, Habib. Ti njeri i sakrificës, e luftës, e pushkës, e kamerës në rrethana lufte, por nuk je shumë ashtu përdit në për media, edhe nuk e di se gjeneratat që kanë lind pas lufte, nuk e di se din sakrificën që njohin sakrificën e mundin tonë. Cili është Gazmed Elshani në fëmirinë e tij edhe në rininë e tij të hershme? Ku ka lind, çka ka bë? Pse ka bë? Nuk e kom prit që kim na kthy kaq herët. Unë kam lind në Bajic, realisht, në fshat i Drenasit, i Zhglogofsit. Shkollën fillore kam kryer në Bajic, faktikisht deri në klasën e 4, prej klasës 5 kemi dalë me familjen në Drenasin e Sezon e Zhglogofsin. Dhe atje kam vazhdu domon shkollën fillore edhe të mesme në Drenas. Pastaj gjatë shkollës të mesme, si që dim që mesme nejtë shumë në kohën e fëmirisë, ndodhin në protestat e viteve të 90-ta, 91, 92. Shkollat në mbyllën, vazhduam me të gjithë gjeneratat atëhershme shkollimin në për shtëpi, në për vende alternative. Pastaj në natë 3-4 përfundova shkollën e mesme, si çdo i ri në mungesë të perspektivës tentova të la Kosovën. Mirë po, në atë kohë pasaporta s'kishëm dhe u dashke me dokumentat të dikujt tjetër me u shërby, kështu që ne shërbeja me dokumentat të agjit tem i Lirit. Nuk përngjajsha, jo, s'dola. Në Ungari na jetuan dhe në këthym domon. Atëherë rrugtimi bëhej përmes Maqedonisë, Rumanisë dhe në kufi Rumani, Ungari, na këthyen neve që kishim dokumenta të jo tonat, jo personale. E hetun që Drenicaka? Pas kësaj, domon, im shova vi, mërgimit dhe regjistrova fakultetin e elektros në Prishtinë. Fillova studimet. Në 97 në familje patëm humbjen e nonës dhe edhe në 97 ishte edhe një veteran për mua dhe familjen time. Në 98 filloi lufta, isha në Prishtinë në studime, po sa fillova me marrë veten mas humbjes nonës me provime, ndodhi Likoshani. Realisht, na dëgjum veçlajme. Ka qenë nota e 28 shkurtit, ju thash shokëve, thash na, mo, do të me u këthyn në Drenis, s'kem që ka rrim këto. Dhe shokë, faktikisht, e kishin arsyet e veta që serdhen dhe u këtohet i hypa trenit të mbrëmjes të 28-it, domon. Forcat serbe ende ishin në Likoshan, erdhën në Drenas, kur zbritën atë kohë në Drenas shumë pak njerëz, kishin dëgjuar. Nuk e prit që domon që ishte situata aq e acaruar, se s'kisha informacione as noja. Disa lajme që ka të vrarë polic, ka ndodhur luftime, po jo më shumë.
Po le që kish pas ndërnas në atë kohë shumë të stacionit trenit dhe rrugës qytetit në shumë zona, vazhdova të shtëpia, shtëpinë e kemi pasur afër Këshillit për mbrojtjen e drejtave të lirit njerit në asë kohë. Dhe njëra prej veprimtarëve të shquara të njoftura të Këshillit ishte Zahrie Podrim Qako. Ata kisha edhe kojshike dhe ne vazhdimisht në farë mënyrë bashkëpunonim edhe me mënyra të ndryshme të solidarizohemi me situatat që ballafaqoheshin atë kohë. Kështu që ne shkova në Këshill dhe u informova që ka ndodhur luftime dhe s'po dihet është Likoshani bllokuar, Qerezi. Ne si gjatë së kohë tani marrëm gjatë orëve të vonë atë natës ose të nesërmen, marrëm informacion që ka ndodhur edhe vrasje të civilëve. Zahria në atë kohë ma dha një aparat, tha, a mënesh me arë me neve me fotografu nëse eventualisht ka diçka për Këshillin, në atë kohë për Këshillin e mbrojtjen e drejtave dhe ligjeve të njerëzit. Dhe shkuam bashkë me Zahrin, me sa më kujtohet, nëse s'gaboj ka qenë edhe Jakub Krasniqi, po tash më me harru detaj, po e di që unë Zahria dikush tjetër jemi kam për Këshillit, unë si fotografist, si fotoreporter për Këshillin, atëherë fotografova dhe ishte hera parë që ballafaqova me viktima, edhe ato me viktima shumë të rënda. E kam pa Qerezin edhe personalisht, kam marrë pjesë edhe në atë varrimin masiv. Edhe ai fjalimi Luljeta Pulës Selimit. Që, do me thonë, në një mënyrë filloi të ju shndrohet në hobi fotografi, aparati, xhirimi. Po, ishte realisht atë vrejta si që është shumë e rëndësishme ajo punë me bo, edhe në tubimin kam fotografuar në tubim, po fotografitë e para të Këshillit, do më thonë, edhe të vetmet me nej në atë kohë për Këshillin i kam bëhen. Me aparatin që kishte Këshilli i drenos, i klogusit në atë kohë. E poshtë sa rëndësishme është me dhënë një kontribut tillë, si djali i ri në atë kohë 22 vjeçar, 21 vjeçar praktikisht me bjen. Pamjet ishin të tmerrshme të Likoshanit, të Qerezit, mirë po dëshira që na si popull mos me u thy, edhe ai lani i rinisë që ishte, po edhe i gjenerata të tjera që me qëndru edhe ma fort, domthonë na bajke secili më mundu me dhënë një kontribut sa të vogël në çfarë të forme që kishte mundësi. Do me thonë, aty bati ju fotografi të Rukijes, të Ndjerë, e Shtatzën, të Ahmetajve, të Gjelajve. Duket pesha, Rukijin e kishim pas mbulu në atë kohë me një bezë dhe më dasht me shpalos për me mujt me fotografi. A do me thonë kjo që bën edhe një hap për ky që në ushtrisë Kombëtare të Kosovës, apo në një datë tjetër do të shiheni në radhët e ushtrisë? Realisht, zyrtarisht, si rekrutim, e një dikon ka mesi prillit. Për arsye se në atë kohë ende punonim të pa, s'kisha kontakt direkt, pa logur, direkt me UÇK. Kontakti direkt me UÇK, me trupat e tyre, më ka ndodhur me 5 mars. U dëgju, do më thonë që po bëhen luftime me 5 mars dhe u nisëm një grup... është fjala për Prekaz, 5-6-7. U nisëm me një grup prej 4 veta, unë me dajën tim Qazim Shalën, vllau i Zahris ka qenë, edhe një koshiri Bedri Krasniqi, u nisëm me shumë vullnetar me ndihmu çka të mujna. Me të drejtën këtë e kishëm veç një armë. Edhe ajo një revolje. Kështu që ishim 4 vetë me një revolje, pa asnjë armë tjetër. Veturën e kisha, në atë kohën e vëzitja, kisha një fiqë
Fiat ka qenë i kohës në vitet e 80-ta dhe kur shkuam në Opri, në ato taku me forcat e QK-s, kishin dalë, kishin bërë një prit. Për jetë parë, unë i njefsha, po nuk i njefsha në uniforme, takova Fadil Demakun, Iher Demakun, Isa Gjemalajn dhe disa të tjerë që me i haru tash. Muharrem Gjemalaj. Na treguan që, nëse na pyetën ku po shkoni, unë njefshim, me të drejtën, ishte shumë emocionuese për mu si i ri me pa djem kosovar, shqiptar të veshur me uniforma me logo, me pushk, kishin pas armatim. Për atë kohë më duke i mirë. Tani nëse ne vazhduam në Leun ata me kalu, vazhduam në Laush, aty u takua me familjen Geci, Fadil Geci në këta, mashën në kontroll pjesën e Laushës. Nuk na dhanom ta s'kena nevojë për juve, se ju am s'pas ne edhe ashtu s'mund të veç rrezikoni. Edhe vazhdojnë përpjekjet, por nuk u ndalet, apo jo? Absolutisht. Ju jeni edhe pjesë e Radios Kosovalie, si që thamë në fillim. Ka qysh si erdhët deri aty? Sepse ajo ka qenë e vogël dhe ka pas pak njerëz, ka shit gjithë atij numrit madh të ushtarëve të ushtrisë shtimtare të Kosovës. Po si pjesëtar i ushtrisë edhe si një djalë që shihja në zbrasina edhe në organizim, edhe në aktivitete, se ushtrisë me pas edhe aktivitete tjera, jo veç frontin. Pa ta organizu gjatë 98-ës kursin për dhënien e ndihmës të parë në kuadër të zonës operative Drenicës, sidomos në pjesën e brigadës 113 Muj Krasniqi. Po, në të kohë muja ka qenë gjallë dhe ka qenë veç brigada 113. Po dhe kjo reorganizimi, mas reorganizimit kanë fillu mundonë brigada, ato kanë qenë ato njësitet e peri mas ofanzimës parë në 98-ës. Gjatë 98-ës, do mon kam organizu kursin si stash. Me ushtarët? Me ushtarë dhe me civil. Edhe me civil. Realisht, më i me thonë për herë të parë, publikisht se kam thonë në herë, dhe më në kisha një kompjuter personal të asoj kohë që rrallë gjine kompjuter edhe printer në zonë të luftës, por në pëta marë, kërë pëta ardhë, nëse pëta shku tani mas Likoshanit, pëta shku dhe njerë Prishtinë, e pëta marë kompjuterin, dhe e kisha në Bajis, në fshat, edhe printova një vendim në emër të shtabit përgjithshëm. Po vendimin e shkrua vetë edhe i rash edhe veti disa detyra dhe përgjithësi, po gjithashtu vendimi ka qenë realisht vendim shumë i madh, për shkak se në emër të shtabit të përgjithshëm dhe janë obligu të gjithë sektorët e ushtrisë në atë kohë të QK-s deri në zonën operative të Drenicës të mos rekrutojnë djemë dhe vasha të ri pa e kry kursin e ndihmës së parë. Gjithashtu Ishte vendim edhe që kështë vendosë shtabi përgjithshëm, apo? Ja, ishte vendim që i përta vendosëne. S'pa të vendosë shtabi përgjithshëm, unë e përta vendosë. Qërë gudzimi, ta mërë nga zmend, e në shauni. I shtypa të riprintova disa fleta, të cilat i vendosa në për dyqanet asaj kohë edhe shkollat që funksionanin edhe u përhapa i lajmë, vendimi ka qenë që prej moshës kaq deri në moshën kaq është obligativ për këtë popullatën, mund ndjek kursi, gjithashtu obligativ kanë pas motrat medicinale dhe teknik medicinal që ishin në zonë të lajmërohen, të cilat duhet me ligjeru, me spjegu, me zbatu praktikisht lidhjen, fashën, këtë gjithë. E pastaj?
kursi ka qenë, domethënë, njëri prej me nej për kontributet më të mëdha që i kam thonë në kohë të luftës. A bën e pushka hala burrë. Gjatë kohës të kursit, realisht migja jam Iliri ishte komandanti i tokut atë dhe kishte disa armë të mëdha që ato në s'mësha me në atë kohë s'kisha me interes edhe një bajt realisht i treluz aq që s'janë për mu enë me to. O ma pa do një revole në atë kohë me to gjatë kohës të kursit me revole dhe mund me thonë. Sa një farë siguri për vetën tonë. Ofanziva shtatorit e prishi pak organizimin, sepse ke ofanzivë kogja e madhe dhe gjithë me shpartallu, ka ona e brigadës 114 vrafi me të Lavrovci, realisht edhe ka ona jonë dëmon pat një shpartallim kogja të matë, të organizimit dhe të në për shumë zona. Kështu që në atë kohë dëmon se cili për neve ka dhonë një kontribut sa ka mujtë në vijat e veta, po unë edhe në atë kohë kam shfrytzuar rastin me një kamerë personale, familjare, me gjiru diçka nga pjesë të ndryshme të luftimeve ose të popullatës civile. Ju edhe keni gjiru, edhe jenë publiku disa për gjirimeve tua. Apo në ka një moment të gjirimeve se është një farë ndjenje interesante kur nga kërshi luftarëve, çlirimtarëve, të fokuson. Gjatë vitit 98, realisht pa ta gjiru disa pjesë të konflikteve të ndryshme, edhe ofanziva shtatorit, do më pjesë është gjiru, e kam gjiru, do më thonë. Mirë po, gjatë, nuk e konë ekskluziv, do më për dikan, kam gjiru për vetin atë kohë, s'kom pas kujna me i dhonë diqka. S'ke pas komi publiku. Në helpi ty që ka orë, 2-3 herë ka marë kaseta për meje, mirë po, jo ma shumë. Realisht, për kyqet që pyte, po të taku me Martin Qunin, gjatë 99-ës, fillimit të vitit 99. Po, a e ka frekuentu ma shpesh granicën. Edhe si duket dikush prej udhëhecëve të zonave tona atëherë, Shaban Shala ose Agim Vrellaku, që ishin edhe me Stina, po njefshin edhe mu edhe për kontributin që jepshan atë ku, ka mujtë me i thonë që është një djallë që është mirë me japru një kamerë për me gjiru për juve edhe mërët me edhe me raportu për lajme për sa. Shtu që takova me Martinin, edhe Martinin që është ndodhi, më pruni një kamerë, tha kjo është për ty, prej Radios Kosova e Lirë, po më duket që tani mas një kohë dhe një aparat fotografist e kam marrë, dhe kështu kam fillu dhe më me punu për... Më angazhu për Radio Kosova Lirë, dhe edhe në fund, apo jo? Po, dhe në fund. Edhe pak angazhime edhe mas përfundimit këtij misionit, mbylljes misionit deri me 21. Po. Qershor. Do të thonë edhe në Prishtinë keni pas angazhime. Kam punu në fillimet e Radios Kosova Lirë në Prishtinë, me sa më kujtohet mu rreth një vit më duket. Po. E viti parë Majrani që konë. Po. Me gjatë mungesa, po me atë dëshirën për me vazhdu që zoni i Radios Kosova Lirë me uni prapë. Po sot cila është Radio Kosova Lirë për ju? Radio Kosova Lirë, realisht ajo Radio Kosova Lirë e luftës, unë menoj që e ka kry misionin e vetë gjatë luftës, po që po vazhdojnë atë deri sa janë nisën institucionet tjera shtetërore në atë kohë me u kriju. Dhe si e tillë do të me nda në etapa Radio Kosova Lirë e luftës edhe Radio Kosova Lirë e pas luftës.
Radio Kosova Lirë e luftës ka qenë e luftës, ajo është e mbyllne, nuk ishtë dasht, ose nuk është mirë me lidh me asë një vërmëtari të pas luftës, asë me Radio Kosova Lirë të sotshme, menoj. Nuk, pavarësisht që kontributi i Radio Kosova Lirë sot unë me ka një madhë, edhe i rëndësishëm, edhe për ishë bashkëluftëtarët, heranjët dhe ngjarjet e luftës, mirë po sila që tjetë Radio Kosova Lirë, misionin e saj ka mbyll në qershor të vitit 99. Gjërimet, pastaj arritën të publikoheshin, apo jo? Në Kosova Press, në Radio Kosova Lirë, atëherë se kemi pas mundësinë e publikimit të fotografive e xhirimeve, por ndoshta agjencioni i lajmeve Kosova Press ka arrit me plasu diçka prej aty për jashtë. Unë i mbledhja, domthonë xhirimet që i bëja në atë kohë, brenda një muaji ose eventualisht kur ka pas xhirime të veçanta, pas një xhirimi merrja rrugën në drejtim të Radios Kosova Lirë dhe i dorëzoja kasetat. Në atë kohë na s'kena pas mundësi me i shumëzu, s'kena pas mundësi teknike, Ju ke lënë dispozicion që të shfrytëzohen. Që të shfrytëzohen. A ke sot qasje në ato arkiva? A disponon ndaj sot nga ato? Të gjitha kasetat që unë i kam dorëzu, ma nuk kam qasjen të. Po kasetat që mu më kanë metë, që në atë kohë janë konë për mu ma pak të rëndësishme, ato nuk e kam dorëzu për shkak se nuk janë konë as të rëndësishme për momentin. Edhe kom ditë që këto janë arkiva të rendit dytë dhe arkiva personalet tua. Por ato me kohë sigurisht e kanë vlerën e vetë, apo jo? Po, sigurisht. Po thuj se këtë dokumentarët e luftës, që janë bo mos më thonë në nivel të Kosovës, po sidomos në zonat tona, edhe për Dugazhin, edhe për Pashtrik, ma shumë se 90% e xhirimeve janë të mijat. Është pak fatkeqësi, ose fatkeqësi, nuk është mirë, ma mirë me thonë, që po keq përdoren burimi. Autorësia. Po, e drejta autorit. Po, se mua as nuk më banë më të madh, as më të vogël, as nuk më lëran kur gjë me qitë emrin tam, po është shumë e pandershme se njerëzit me përdor autorësinë e dikujt, me vendos emrin e tij në atë. E drejta autorit tash ka filluar të respektohet edhe këtu, po përndryshe në perëndim e drejta autorit po u shkel, ndeshkimi është. Në të drejtën mu më vjen keq që ka disa individ, po tani edhe mediat po bijnë prej e tyre se mungesë të informacioneve. Po marrin për me ilustru shumicën e arkiva, i marrin se unë kam publikuar edhe në YouTube edhe në Facebook shumë video që janë pa cenzuruar, e marrin ato e avqisin autorësinë e vet, po marrin e për YouTube-ës prej Asociacionit Presit, po i përrejnë për avqisin emrin e vet, tani po bijnë prej këtyne që më thonë mashtrimeve, edhe mediat, edhe gazetarët, kohëgjat e njoftër, e po prezentojnë individ që kënë se këta kanë rujt diçka. Ato janë kretë në publik. Hinë në Asociacionit Pres, i lyp vedët e UÇK-s, kretë që ato që po i prezentojnë të tjerë që kënë se këta i kanë rujt dikon ose i kanë qitë, janë të falsifikuara në emër tyre, po përndryshe nuk ka me mbështet arkivat e Kosovës në individ, në fëmijë, të cilët kanë qenë gjatë luftës fëmijë, edhe sot ata me prezentu që na përfaqësojmë arkiven e UÇK-s, edhe luftës, për mua është edhe turpshme, po edhe pa nevojshme. Pa i përfil vetë autorët, sepse ne jemi gjallë, shumica dërmuese. Dhe këtu është ajo. Timli personalisht je shumë i ri, edhe pa i përfil autorët, se s'ka dert nëse përfilet autorit, se mu jo rrallë mbjen me pa për shembull mediat e huja, madje RTBF-i, Le Monde, Newsweeku,
qesën publikojnë fotografitë mijat, po foto bëj Habib Zogaj. Edhe ty mos ke qaban, i thumë mirë shumë, është interes temin, që po publikohet krimi për jashtë edhe, unë e pajtohem, nuk kam kërku tjetër të drejtë, në atëherë s'kemi kërku kompenzime për këto punë, sepse sakrifica që është bos ja ka vlejt me tranë mend. Sakrificat edhe kontributi ju nuk u bo për me materializu ose na me shfrytzu për vetën tonë. Jo. Kështu që kërkush nuk ka drejt me shfrytzu ato për vetën e tina. Po. E qka do të se cili kontribut, i se cilit do të me shfrytzu në të mirën e dheut, e të luftës, dëshmorve, fakt. Viktima, martirëve, gjitha ato. Sakrificës, dvujtjes, gjitha ato. Nuk ka nevoj individ me marë këtë bajrak, as me u shfrytzu si momentum që kënë se të tjerë të porri, nuk është e vërtit. Po nuk kam drejtësone as ti si individ me marë diçka. Po. Për të isoj janë institucionet e shtetit. Po. është arkiva e shtetit. Qeveria Kosovës ka mekanizmat vetë që do të me angazhu në këtë drejtim. Muzeu e tjera. Muzeu e tjera, mediat. E filluam fëmëria dhe rinia e Gazmet Elshonit, lufta e ndërpreu dhe e pjeku para vakti, po ku pastaj? Pas një viti angazhim mas luftës Radio Kosova Lirë, ku gjendet Gazmeti? Ku ishte? Mas Radios Kosova Lirë, realisht unë angazhova në gazetin Dita, atër si fotoreporter. Dita? Po. Gazeta Dita o mbyll. Pa të funksionu një 2 vjetë, 3 do këta. Po, shumë shkort, nuk e di tashmë, po mësëm këtë me një 5-6 muaj edhe u mbyll. U publiku një fotografi e një Serbi, cili ma vonë në gjeti vrom, edhe e mbyllën. Kjo ka qenë arsye? Po, ajo ka qenë. OSBE-ja Dane Verc ka qenë edhe i kam mbyllë, do më që ju një farmyrë keni kontribu me fotografinë e juj, me uvra një ish, thonin që ishte një ish pjestari, forca sërte. Ish kriminal, me fjallë tjera, ndoshta, apo jo. Pas asaj, pa ta angazhu një kohë si kamerman në radio televizioni Këneu, që ka qenë në proces të përgatitjes për me fillu transmitimin, i cili nuk filloj kur. Nga 5-6 muaj edhe ato do më trajnime me Visar Rejken, të Dirin. Për Visarit kam përfitu shumë do më për kamerën edhe për produksion. Jo, si mirë ai. Po, shumë i mirë. Pastaj të jaja materi i luftës, fillohet të bash një profesionist. Dhe Visari realisht më patë ndihmu me pasi ata vendosin mos me vazhdu autorizion, më referaj të një ish drejtor teknik i Radio-Televizionit Kosovës, një anglez, të cilin Visari e njefte, do mënë personalisht, dhe i tha që i kam dy djemë që kanë kry të gjitha kurset e neveshme të mjaftueshme për gjirus kamermanët, kështu që tani fillova në Radio-Televizionit Kosovës. Për disa vite, apo jo? Po. Sot Gazmeti s'është as në RTK? Jo. Ku është? O prej vitit 2000, faktikisht prej 2012, kam fillu në biznisin privat, për 10 vjetë kam punu në Dernas, është kompania Active Home. Tash e vazhdoj vërmëtarin në kuadrë të aktivit, po dhe të disa kompanive tjera në ndërtim Prishtinë. Që do me thonë një gjetë mirë, apo jo tash? Kjo është një fazë në të cilën të paktën ekonomikisht është konsolidu. Është konsolidu. Nëse ka ndonjë pyetje që nuk e kam bërë, që do të kishe dashur me thonë nga, sidomos nga faza e luftës dhe kohës Radios Kosova Lirë, mikrofoni është i hapur. Kisha pas qef me veçu disa momentet luftës. Urdhra. Njëri prej qërimeve të mija edhe lajme ma të hidhura që i kam transmetu për Radio Kosova Lirë ka qenë masakra po Klikut. Po. Në të se në
patën vëra 52 antarë të familjes Mëqolli dhe Elshani. Unë pata shku në atë kohë, pata gjiru vendin e krimit dhe mbetjet e viktimave të cilët forcat serbe i kishin djegur. Pas asaj kasetën e masakrës e pata dërgu në Radion Kosova Lirë, në Berisht, së bashku me Martinin, e dërguam në shtapin e përgjithshëm, për shkak se ishte momentum në prillin e vitit 1999, në arenën ndërkombëtare flitej shumë për ndaljen e bombardimeve. Mirë po, forcat serbe vazhdonin me krime dhe me masakra, kështu që dëshira ishte shumë e madhe që ai xhirim të arrinte të publikohej në arenën ndërkombëtare që të ketë efektin e menjëhershëm dhe të drejtë se çfarë bën Serbët në Kosovë. Pasi që ato në mesin e të vrarëve dhe të djegurve kishte edhe foshnjë, bile më kujtohet mirë një kafkë një foshnjë, se e pata kap dhe pata ndohet përshaj, pata sjell para kamerës, që me pa që është kafkë foshnjë. Gjërimet si kam po kurrë, du me besu që ato gjërime kanë bërri në vendin e duhur, për faktin se pas luftës disa herë ish ambasadori atëherë i NATO-s, Lordi George Robertson, ka përmendur masakrën e Poklekut dhe disa herë kur ka ardhur në Kosovë, ka vizitu vetëm vendin e Poklekut dhe masakrën e Poklekut, bile i mbaj mend edhe fjalimet e tina që nëse do në dikush me pa se pse ka intervenu NATO në Kosovë, le të vinë në Poklek. Unë menoj edhe që gjërimet tua kanë ofruar informacion. Kanë mëri edhe në nivelet e NATO-s në atë kohë. Gjithashtu pse kanë mëri gjërimet, ma ka vërtetu një gjërim të cilën ma ka dërgu vitin e kaluar një djalë i plagosur i asaj kohe, e që pjesë të gjërimit tina janë kanë në kasetën e njëjtë, është Esad Byllikbashi, i cili jeton në Francë, ka qenë një plagosur si fëmijë në atë kohë, vllavi. I kishin pasit me pushkatu serbët, Esadin me vllavën e tina, bineq, po i kanë lënë për të vdekun, për Esadin me 17 luma pa të shpëtu. Esadi gjërimin e vet e ka pa në Associated Press në Francë, e ka gjetë. Edhe po ma lyp edhe pjesën tjetër të gjërimit se e ka ditë që kom gjëru ma gjatë. E thashtu se kam mas njonën, asa ta është ta. Ti pas ka rrit njonën, pak. Po tha unë e kam tha një pjesë, është dërgam, a kur ma dërgaj, unë e kam pas ditarën e luftës edhe në ditarë kam pas shënimet se qka kam pas në cilën kasetë. Në kasetën e masakrës Poklekut i shkon edhe soti, kështu që kaseta ka mbërrit të Associated Press. E ka rrit cakun, e ka rrit qëllimin. Du me besu që e ka rrit cakun dhe qëllimin e asaj kohë. Sado që autori me gjithë mundin sakrificën si disponon vetë. Këtë fat kemi edhe të tjerë njerë. Në luft, i na kohë të pa sigurt, kena mujtë edhe me uvra dhe me metë kasetat të kanë me viktimat, po. Në naj grupë. Në durët naj kriminali. Ose naj dorë të sërbë. Mirë po, vazhdimisht ka ekzistuar ajo frikë të one, që sa ma parë që muj me hje kasetat për vetit, ato ishtë dosh me komat sigurta se sa të one. Se sa të ti, po. Ka pasë edhe rastet tjera sidomos gjatë muajit kur i ndihmoja në srejtit edhe valdetit në përgatitjen, Fatmije, në përgatitjen e programit, sidomos i shoqëroja gjatë kohës së transmetimit. Në atë kohë, për dikon 15 ditë kam qëndru në
ambientit të redakcisë të radios Kosova Lirë në Berish, si që din ti, ato kanë qenë te Indamoli, kanë qenë momente edhe ku të paharrueshme. Edhe për ne që kemi përjetu të pabesueshme, se Lema të tjerëve, e kemi vështirë, edhe si jemi të bëjmë punën e duhur, sepse se kemi mbështetjen e institucioneve. Janë hutu tjetër ka. Se qëto materiale do të duhej, po mendoj une, do të duhej drejtorit komunale të kulturës, Ministria e Kulturës. Me dhonë rëndësi se në fakte... Edhe ato ministrit edhe drejtorit përbën për njerëzve. Një të të lafëve, a bipi këna pas prej 2000-ës, sot jena 2026. Pa iniciativën e tonë, sot nuk isha ardhë në këto. Do më dhëtë me pas vetë iniciativë. Edhe në shoqëritë më të konsolidime. Po janë kompetent, bre kanë fonde, kanë buxhete, kanë mjete. Shumica e gjonave të mëdha bën për individë, me vetë iniciativë. Me iniciativat njerëzve të vogël. Që realisht do të më shty, edhe ato përpara nuk ban me prit veç institucioni me marrë barë. Por jo e lehtë. Sepse nuk ka pas shumë media para luftën në Kosovë, po megjithatë deri në 1300 punëtori ka pas RTP-ja. TVP-ja edhe Radio Prishtina, edhe Televizioni Prishtina, i kanë pas diku rreth 1300 punonjës. Në kohën e luftës, mbeten 10-12 vetë Radios Kosova Lirë, në redaksi 50 vetë, 70 vetë, maksimum. Edhe pas luftës, dhjetra zëdhënës të presidencës, të kryeministrisë, të ministrive, të zyrëve të informimit komunave, por në asë një vend nuk shihet një nga punonësit e Radios Kosova Lirë, nga ata që nuk kanë vetë, apo dalin në liri as po dalin, e kanë bë punën e vetë. Si që din, si që e dëshmitarë, si që dëshmojnë materiale. Ne e këna kry punën të në bim, po, do të në vazhdu me përmbyll. Po, Kjo që po e banë ti është shumë më rëndësi, edhe jashtëzakonisht ka me kanë e çmueshme për gjeneratët e ardhshme, kur foli për gjeneratët e ardhme, nuk po foli për gjeneratët që po jetojnë sot, po foli mos 50, 100, 200, 500 vjetë, dikosh ka me i këshyrë këto. Po përpiqemi prapë po e bojmë as për me na luft, as për me na shpërbly, as për na lavdu, por po e bëjmë që të mbeten do fakte se është bë historia, se nuk është bë lehtë, se në themelet e asoj radio është edhe Elbasan Berisha, 4-15 vjeçari që ne shpëtuam bombardimit të avionëve serb, por nuk e shpëtoi edhe ai, ose... Gazmend Elshoni, do të shtoni edhe diçka në këtë pjesë të kohës suaj? Është ende mikrofoni i hapur për ju? Kësha veçunë është edhe në gjërim të një vajze në të kohë të drenush quhej që forcat serbe dhe mundë me bombardim, po më duket ja kanë mbyt nonën edhe kek shumë dorën. Po edhe gjërimi i saj, do mënë amputimi i dorës që e kam bo mungan. Realisht edhe ato edhe ka qenë në pjesën e disa kasitav që i kam dorëzuar atëherë. Dr. Gani Alilaj e pat amputu dorën e saj në shtëpi dikon në fshatë. Në qëto spitalet e Malit? Jo, në shtëpi. Shtëpi private. I kam bjetu, është gjallë, ka jetu ajo pas luftën? Po, ajo është gjallë. Gjithashtu kësha vequ disa momente tepër interesante dhe dëmshme të vujtjeve të ushtarët plagosur, të cilët në para ofenzive se Mars primet në atë nadës? Jo, dikon ka qenë gjatë bombardimeve, në 8-9 prill nashta, që të dikon, po 7-8-9 prilli,
patën sjell nga zona e nerodimës më duket tek ne, në Bajic dhe gjëmat e tyne, vujtjet e tyne kanë qenë të tmerrshme. Ne s'kemi pas teknikë medicinale në atë kohë, s'kishin asnjë mjet për fasha ndoshta. Absolutisht, e di që me peshqirat të cilët e zinin, ja grynin qelbin prej plagëve dhe pasimin e banin veç me ujë të lumë, të ftofur, kështu që aty kanë qenë momente tepër të rona me i përjetu, se numri i plagosur ishte i madh. I ke xhiru këtu skena? Kretë kanë qenë të xhiruara. Në mesin e tyre ka pasur edhe momente kur kanë vdek, domthonë ushtarë të cilët ka qenë të plagosur. Nga plagët e rënda. Dhe momentet e mbramat, deri ka ndonë frimin e fundit, 2 ose 3 për tyne më kujtohet që i kam xhiru gjatë kohës. Njëri ka qenë Enver Duraku nga Krusha. Krusha e madhe. I cili vdes në cilin spital Enver Duraku? Enveri ka vdek në Bajic, jo në spital, por në odën e Kamber Lekut, në dorën e Besim Thaqit, duke mundu me dhënë ndihmë. Ka qenë i plagosur në mushkëri. E kam xhiru Enverin. Këta Durakti kanë dy dëshmorë. Një Fitim Duraku dhe një Enver Duraku. Njeni prej këtyne, po me gjasa Enveri, ka ardhur në fillim të spital ushtarak të Pagarushës. Po, për Pagarush ka ardhur. E kam pa me sytë e mi një plagë këtu. Në stomak dhe një plagë në komën e majt, po m'duket. E koma majt të thembra ka qenë e shpartaluar. Plagë granate. Plagë mina hedhë, si ka qenë, po. Në të drejtën ke plaga këtu, si duket i ka prejkë edhe mushkrit. Po i ka prejkë edhe gjasa. Ka gjasa. Po. Bashkë me profesor Sabedin Cenën. Po, Enverin me gjithë plagosit e Pagarushës i kanë sjell të atje pas kanë pasarë pastaj. Bajic ka vdek Enveri. Gjatë natës, tash 8 ose 9 majt, prillit, unë i kam shënimet në ditar të sakta, Fatmir Kiqina me disa ushtarë të Bajicës e kanë varros në varrezat e fshatit. Drenic. Në Bajic të Drenosit. Gjithashtu një rast kisha pas qef edhe këto me nda, po atë ditë 8-9 maj, pa të ndodhë beteja të mlaja mes 8-9 prill mes forcat të njësisë speciale të UÇK-s në Obri dhe forcave serbe. Bedri Demaku ka qenë tash dëshmor, një luftëtar, pjesëtar i forcave speciale të UÇK-s, ishte plagosur nga një snajper në pjesën e poshtë, në pjesën e epërme të këmbës. Mirë po, plumi i kishte këput arterin kryesore. Gjak, të gjakut. Gjak derdhe intensive. Shumë gjak, po erdhë shumë i fres, i djali i ri, fliste, tregonte për ngjarjen, kujtohen deri në momentet e fundit, unë me besimtar që arritëm, për shkak se analizat e gjakut i dolën 0 negativ, po u bë e dyta doli 0 pozitiv, dhe tani sigurum gjak, se 0 negativ është e vështirë me gjetë, sigurum gjak 0 pozitiv, mjaft shumë mirë, po nuk arriti me i shpëtu vdekjes. Dhe në dritën e lambës, doktor Fatit Beka mundohej edhe me ndalë gjakun, po edhe i ka dhënë dikon 7-8 doza, ose edhe doza gjak, me stafin teknik të vetin, mundohej me majt me filmare artificiale dhe me ndrydhe të zemrës. Më kujtohet erdhë i ndjeri baba i tij, i cili edhe ai me një djalë tjetër
rënë dëshmor më vonë, dhe ka qenë gjiruar këtë skena, e qiti dorën doktor Fadilit se ishte të do primare artificiale Bedris, tha, doktor tha, le Bedrin, tha, letë shkan rrugës e ti, tha, mëse më në ma, lutna. Edhe doktori hiki dorë, Bedria vdiq. Ka pas si momente të trauna të mund që kam përjetu, po njëkohësisht edhe i kam gjiru. Të gjitha këto kaseta që janë konë ma gjirime, ma eminente, ma të rëzënik, i kam dërzu në shtabin e përgjithshëm. Ani mësu kurse, Gazmet, mësu kurse, për hirë të atyre shpirtave të mëdhajse, ata shpirtat mëdhaj e sollën lirin. E tash po jeton edhe moca akusa në të liriv, pa qenë mirë njës hiq për ato gjakderve. Mësu kurse nëse kes... Kisha pas qep me, se tash ty po më kujtohen rastet, lirisht, urdhët, këta plagosërit e pagarushës edhe të ka pas në rëdime, se zë ndryshme që ne prënë në Bajic, në erë një lajmë, realisht nga obligun mua dhe besimin që me i përgadit për me i tërhik prej Bajicës me që në drejtim të Poklekut të Vjetër dhe Vasilevës. Po. Mi gjemë gjithashtu ishte si udhes në Bajic i pjesës të një togu të shtarve dhe i thash që me në ndihmu me i përgadit leset për mi bërë. ta. Gjithë ditën civilt kanë përgadit drën, Po. se leset... Do një cerat, do një me qede, batanije. me batanije, me ndonim që metodë dhe të arrinë me i transportu këta. I marëm 2-3 traktor të në fshatarëve, edhe gjatë natës i vetësëm në traktor këtë plagosërit, se cilin nga ta vërtet vërtiste nga dhimbjet, kështë plagosë mrapa në kom, barë që të ka. Edhe veç bartja ty në prej sëngjera u këshën të shtrime me i qitë në rimërkë jo më zbyt, por ne pastaj me ecë me traktor. Tash më shme morë me men, traktori... Dhe për rrugë të Drenicës të asoj kohë pas një plom asfalt. Plus pa drita. Po, pa drita, po. Edhe metëm në ara, traktorat metëm në ara të mes fshatit Shtrubullov dhe Kroticë. Në Balt? Po, në ara, se në hinëm në për ara... Sharruan edhe morë nuk dilni. Të ngarkuar të plagosur. Me plagosur, dikon rrës 70 të plagosur, ka qenë të panleveshëm. Dëshira madhe e jona, realisht, për mi shpëtu, po dhe nga udhas informacion, mos të nësi urdhër, po si informacion që dohet me gjithë formën me i qitë në anej asfaltit që i bike në onën Poklekut dhe Vasilevës, po fati tyne që metën traktorat lëq edhe së më të me vazhdu u ma anej. O bo zhurë me madhe, edhe realisht u acarun edhe forcat serbës e zhurë me madhe traktorën në atë qëtësi, në atë simbolizante një levizje dhe më sinalizante. Kështu që ka qenë një vendim kogja i ranë, i imi, se jëmë konë si përgjës në aspektin e vendimarjes për të plagosërit. Edhe i thash, mi gjestem, i lirit, thash, e lirë, thash, plagosët, thash, du të mi këthy, nuk mujna me i qua nej, civil të kena pasigurt, këta në qebe, kër i qitëm në lejse, tash lejse ngushtohej edhe i ka lëndu edhe ma tepër. Dhimbjet e tyne ishën pa përballueshme, plus zhurma e traktorat që u bo dhe vendosa me u këthy prap, pashun e marrë përgjithësinë edhe i këthejmë prap në Bajicë. Ka qenë një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm me nëjë në atë kohë. Nuk u përmen nëjëherë
kënë ngjarje kështu. Do më pikëti me Edhe u rikthyn ku ishin. Ne i rikthym ku ishim, po, dhe të pas 1-2 ditësh, është e shkruar në ditarin tim, këtë ngjarja në vjen Kadri Vesili dhe Recep Selimi, sepse na ishim të rrethëkuar nga forcat serbe në Bajic, në një lagje të fshatit tek Ramadan, ose në gryka Ramadan. Dhe erdhën nga Vuçaku, na ndihmuan ata me 4-5 ushtarë, mesin e tyre edhe Ferhat Shala ka qenë. Edhe ushtarë tjerë të mon, kur i ponë edhe ata që janë, po edhe civil të ndihmuan dhe i morën nëse me ta në drejtim të Vuçakut. Tani ka ngjarjet Shumë një pasjeshme atë kohë, ka dinamika e ngjarjeve ka qenë çaq e madhe sa që secila ngjarje është më e madhe për se tjetra. Po ky vendimi për me shpëtu ose mos me zbatu në kërkesë që ka ardhur nga çështjet më të larta të QK-s për me i qit këta të plagosurit në anën e Vasilevës, e ka marrë orën dhe ka qenë vendim tepër i drejtë ku ka kallëzuar që të plagosurit kanë shpëtuar. Sepse andaj pastaj u rrezikua edhe më shumë. Andaj ka do të shkojnë këta, po... Realisht, anej zona ka qenë krejt e pasigurt, absolutisht e pasigurt. Gjithashtu kalimi ka qenë të një shkollë në shkollë e Koroticës në cilën kanë qenë forcat serbe. Kalimi ka qenë për një veg të improvizuar, një urë të improvizuar shumë të ngushtë që kam një njerëz më të me kalu. Le pastaj me lese me ata. Pa mundshme, plus me civil, të pasigurt, plus të ranë, vështirë 2 vjet me qunë një plagosur me bëhet 10 kilometra në për natën, në për ora, në për teritorit të pasigurta dhe të... A ruhet në kun nëjë fotografit pakte nëse jo gjirimen nga këto momentet të vështira? Po ka, të kësaj natë jo, se në realisht atë natë s'kam pas në fotografi ma gjirim, s'kam pas se jem po një angazhun me punë. Me shpëtu. Po, mirë, po, ka të dy tjera të plagosur dhe mon edhe gjatë intervenimit të mjekve, po edhe në të reqe atyne me Kadri Veselin e Recep Selimin në Malin Kosmas që është e gjirome të mon e pjesë. Vezme të faleminderit shumë. Ndërqafsh. Të lumë për punën që e ke bë. Faleminderit shumë. Ke qenë i ri shtalb atëherë, por të karahiset jetosh ma gjatë, të bjen hise me jetu ma gjatë në liri. Faleminderit për këtë pjesëmarrje. Faleminderit shumë. Shëndet e sukses. Shëndet.